Prej disa ditësh fermerët e Roskovecit po përballen me një çmim tepër të ulët të Kastravecit. 20 lek deri në 40 lek në pikat e grumbullimit, kur në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar tregtohej me 50 lek. Ndërkohë, aktualisht në tregje tregtohet nga 120 deri në 150 lek. Kjo situatë ka bërë që prodhimi të dalë nën kosto, duke i vendosur fermerët përballë humbjeve të mëdha. Tani ai është në prodhim sipër me 200 lek, nuk ja leverdis as ta vjelësh, se s'del dhe ajo dita punëtorit, dita jote dhe ti hellësh ushqim nuk asnjë lloj leverdi. Një tjetër problem serioz mbetet mungesa e fuqisë punëtore. Sipas tyre, gjithnjë e më pak persona janë të gatshëm të punojnë në bujqësi, çka e vështirëson edhe më shumë situatën në terren. Përballë kësaj situate, shumë fermer paralajmërojnë se mund të detyrohen të braktisin serat dhe të kërkojnë një të ardhme jashtë vendit, duke thelluar më tej krizën në sektorin bujqësor në zonë. Kastraveci po ikin me 200 lek. Nuk ka leverdi, nuk ka 200 lek, nuk ka leverdi ta vjelësh. Kastraveci në Tiranë është 1500-2000 lek. Më thënë 100 km rrugë, këtu 200 aty 1500. Dhe s'kemi leverdi ta vjelim me, do ta lëm. Në të njëjtën periudhë vjet ishte 500, 600, si vjet është 200. Tash 200 lek çfarë do marrim punë? Mos punojmë fare me ta shkolim, të mbyllim serrat. Sa keni kultivuar? Po janë 2 lyme gjys. Për sa vitesh keni kultivuar si merrem me sera? Unë kam 10 vjet që merrem me sera. 10 vjet që kultivojmë kastravec dhe domate. Dhe 10 vjet ju gjithmonë keni probleme me çmimin. Gjithmonë ka probleme me çmimin. Vit për vit vjen e njëjta histori. Vjen 10 prilli, 15 prilli, nuk e dua më thonë. Unë këtu është unë smart do ditën e punës, se unë punoj 3 veta këtu si shtëpi, unë smart me 200 lekë, unë smart do ditën e punës këtu. Të punoj më mirë vetë të punoj me ditë pune. Edhe humbja është që stela ditë e punës. Fermerët kanë kërkuar tabelë javore, pasi luhatjet e vazhdueshme të çmimit po i vendosin përballë pasigurive të mëdha.